Një përleshje me thika ka ndodhur në Tropoj, ku një 45 vjeçar ka mbetur i plagosur dhe është dërguar me urgjencë në spitalin e Gjakovës për trajtim mjekësor. Sipas mjekëve të emergjencës në spitalin Isa Grezda të Gjakovës, i plagosuri është duke u trajtuar në repartin e kirurgjisë, pasi ka pësuar lëndime në gjoks dhe bark. Një pacient prej Shqipërisë, cili ka plagë termometrik, disa plagë. Janë bërë gjitha ekzaminimet e nevojshme radiologjike dhe laboratori dhe ka rezultuar që pacienti ka nevojë për ndërhyrje operatore, është hinë sallë dhe tash për momentin janë në sallë të operoj pacientin. Lëndimet janë me thikë, janë pjesën e gjoksit edhe barkut. Tash kirurgjia abdominale kam marrë për me operu, për shkak që prek pjesë të organet e brendshme të abdominit. Ndërkohë, shërbimet e policisë së Tropojës kanë kryer kontrolle për kapjen e autorit, i cili i pamundur për t'u larguar është vetë dorëzuar. Grupi hetimor po vjen punën për zbardhjen e plotë të ngjarjes.